Gjykata e shkallës së parë në Shkodër vendosi lirimin me masën e sigurisë detyrim për t'u paraqitur për dy të rinj, Klevin Thepi 24 vjeç dhe Dorones Tokulla 19 vjeç, të cilët u përfshin në rrajën masive mes adoleshentëve ndodhur disa ditë më parë pranë gjimnazit Shena Zejuka. Prokuroria kishte kërkuar arrest me burg për dy të rinjt, por gjykata vendosi masë më të lehtë. Ngjarja përfshiu rreth 20 të rinj, kryesisht të moshës 17 deri në 18 vjeç, të ndarë në dy grupe. Konflikti nisi me grushte, më pas u përshkallëzua në përdorim të sendeve të forta, ndërsa dyshohet se u përdor edhe një armë ftohtë thik. Si pasojë, 3 adoleshentë mbetën të plagosur lehtë dhe u transportuan në spitalin rajonal të Shkodrës, ku morën ndihmë mjekësore. Hetimet paraprake tregojnë se konflikti ka nisur nga një përplasje më parshme mes nxënësve. Dorones Tokulla 19 vjeç dyshohet se është përfshirë për të mbështetur vëllain 17 vjeçar, duke u bashkuar me persona të tjerë në përleshje. Pamjet e kamerave të sigurisë tregojnë momentin kur dy grupet bashkohen dhe nisin përplasjen fizike, që zgjat rreth 1 minutë para se të shpërndahen. Menjëherë pas ngjarjes, forcat e policisë së Shkodrës dhe njësia Shqiponia ndërhyn duke sekuestruar provat filmike dhe nisën hetimet. Fillimisht 2 të dyshuarit kryesor u arrestuan, ndërsa më pas 5 shtetas të mitur, 4 17 vjeçar dhe një 16 vjeçar u proceduan penalisht në gjendje të lirë. Gjithashtu, gjatë kontrollit të një 17 vjeçari u sekuestrua një sasi e dyshuar kanabis. Policia ka identifikuar dhe persona të tjerë të përfshirë në konflikt, ndërsa hetimet për dokumentimin e plotë të ngjarjes vijojnë. Shkaqet e sakta të rrajës mbeten ende të paqarta, por dyshohet se konflikti ka lindur për motive të dobta.